Mirë se vini miq në Real People, takohemi edhe sot në këtë episod të radhës në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini. Përpara se të shkoj tek intervista, dua që t'ju ftoj që të bëni like dhe subscribe. Tani është momenti që t'ju ftoj gjithashtu që të më sugjeroni personazhe në rrjetet e mia sociale, sepse ju jeni ata drejtuesit e mi ndonjëherë ose gazetarët kudo në çdo cep të Shqipërisë, ku më thoni mund të ndjekësh këtë personazh, mund të ndjekësh atë të radhës. Në fakt, personazhin që kam ftuar sot, që quhet Meri dhe që për fatin e këndshëm ka të njëjtën mbiemër me mua, është mësuesja më e famshme e fizikës në rrjetet sociale. Unë jam shumë i bindur që dikujt prej jush që jeni duke më ndjekur në këto momente i ka dalë diku në Instagram apo Facebook një eksperiment i Merit. Kështu më bëri dhe mua përshtypje dhe kërkova që ta takoja sot. I kam ardhur mu pranë shtëpisë, Meri ka vendosur buskuqin, ka veshur fustanin. Ja Meri. Patjetër. Je zbukuruar sot, ke krehur flokët vetëm për të takuar bashkë. Krehjen e kam të përditshme, nuk e kam sot. Vërtet? Po, çdo ditë. Çdo ditë e trajton veten kështu mirë? Çdo ditë. E mora në telefon edhe më tha mua, më ke kapur, tha, për të vendosur buskuqin. Po, prit një sekondë, se do ta jap unë location edhe ja u kry, erdhe te lagja ime. Po, erdhe tek lagja jote. Po. Mirë, më ke kërkuar që intervistën mos ta bëjmë këtu. Po, okej. Ku do të shkojmë? Unë dua që ta bëjmë në qendër të Beratit, përballë Mangalemit. Pse? Pse? Sepse nuk ka skenografi më të bukur se Mangalemi. Kërkoj ku të duash. Vërtet, në gjithë botën. Nuk ka energji më të lartë se sa ka të dy lagjet, se ne do jemi te Gorica, lagja Goricë. Shpeshherë hop do ta kthejmë kokën tek tej, dhe jemi në qendër dhe jemi në mes të një energjie të jashtëzakonshme. Do flasim ne për energjinë? Po patjetër, energjitë e mia janë të pashtershme. Oh. Sa herë të dua futem në fushë si ka kuantike. energjinë Gerti me Elisin? Gerti me Elisin janë shumë pozitiv. Ë? I shoh pak sa të impenjuar, po janë super. Do t'ja zbulojmë energji energjinë kanë. kur të ulemi. Shiko, Flori, nuk ka një njeri pa energji. Pa energji. Jo vetëm njeriu. Ore, çdo pemë, shkon atë pemën, ja është në super shpërthim tani, energjia ka vajtur maksimum. E asaj, ë? E ndjejmë kur e prekim? Po patjetër, shiko. Unë marr kufjet i kam me vete, ose ato të stetoskopit që vizitohemi, që matim tensionin, i vendos te pema dhe ndjej shushurimin e pemës. Kjo që po them është e jashtëzakonshme. Po të ishim në një vend atje ku unë shkoj, në mbi lagje, shikon atë antenën atje lart, atje është vendi im i shpesht, ose kur të vemi tek lagja ku do intervistohemi, të shohim lagjen, atje shkoj te guva të paktën 2 herë në javë, bëj një super ngjitje që edhe alpinistët e kanë zili. Çfarë di në rusisht? Çfarë di në rusisht? Ja po them një vjesht të vogël. Ej rebiata. Встанем ряд, встанем в ряд, мы выходим все на праздник, на парад. Që do thotë, janë fëmijë, mblidhuni në radhë, ne të gjithë do shkojmë në fest, në parad. Edhe hopa që una ecë të shkojmë në fest. Vjesh komuniste. Kjo është, po imagjinore, janë vitet 1971. Po vargun e Fibonacit në Mangaleme gjejmë dot? Po patjetër, nuk ka gjë në natyrë, Flori. Nëse bëjmë raportin, për shembull, të parakrahut me këtë pjesën këtu, ky raport është 1.618. Pikërisht këtë raport ka përdorur Leonardo da Vinci kur ka bërë skulpturat e veta apo kur ka ndërtuar Mona Lisën. Ai është që un kam qenë në Louvre dhe e shikoja Mona Lisën. Majtas Vjata kam qenë në 2008-ën, apo 2009-ën, po dhe herë tjetër, sepse unë kur shkoj në Paris kam vajtur 2-3 herë në Paris, shpresoj të vetë edhe këtë vit. Edhe vetë në Louvre, vetëm për të parë Mona Lisën dhe këndvështrime se si ajo është e botën. Dhe mënyrën se si unë shkëmbej energji me atë. Pse shkëmben energji dhe me Po Mona Lisën? të gjithë njerëzit shkëmbejnë, por nuk e din. Nuk ka mundësi mos të ketë vend. Po energji dhe me një pikturë? Po piktura nuk është pikturë. Ashtu e shef ti. Për të ndjekur Real People, bëni subscribe në kanalin tim të YouTube-it Flori Gjini.